Vazhdojmë tani me beauty, pra, kemi ju paralajmëruam edhe më herët, se sot do të shihni se si bëhet aplikimi I rrezitjes artificiale. Këtu në studio kemi Arbreshën, e cila do të aplikoj sot, na vjen nga Qendra Estetike Italiane. Arbresha, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Ke marrë me vete dhe klientën? Po. Që do të aplikohet. Mirë, fillimisht flasim për fazën përgatitore dhe na trego pak se çfarë preparate përdoren, çfarë është kjo rrezitje artificiale, a është e dëmshme dhe detaje tjera. Po, përderisa dermatologët preferojnë jo më gjatë se 15 minuta qëndrim në solarium apo rrezitje në diell, atëherë mënyra më e lehtë dhe më efikase dhe më pak e dëmshme është rrezitja me sprej. Është e përbërë krejt prej pangjasheqerit, pra ka vitamin A edhe E për lëkurën. Që I duhen fakt lëkurës. Që I duhen lëkurës, nuk është as pak e dëmshme, preferohet të gjitha moshat, edhe çdo klient mundet me apliku për çdo rast. Pra, Sunfix është metoda më moderne në botë, është një kompani australiane që është në treg që nga vitin 1990, po në Kosovë përfaqësinë e saj e kemi vetëm ne, edhe është që nga viti I paraprak. Pra, tash 2 vjet. Jo, që nga 2012, atash 2 vjetë, pra në Kosovë ekziston edhe Sunfixi, por paraprakisht, klienti duhet I ketë parasysh disa rregulla, në qoftë se veç vendos për me bo Sunfixin. Atëra I duhet të jeti përgatitur, trupi duhet të jetë pa djerës, pa ndonjë krem, pa deodorant, pra pa ndonjë locion I cili e parandalon marrjen e ngjyrës në lëkurë, gjithashtu duhet të heqë të gjitha bijut, flokët I ketë mbledhura mirë, edhe atër jemi gati për rrezitje. Mund të bëhet kjo rrezitje në gjitha pjesët e trupit? Po, në gjithë trupin bëhet. Qashtë më e mira nuk mbetet me shenja edhe shpërlohet gradualisht, qëndron pavarësisht dhe det, varet edhe prej pigmentit, por 10 ditë 2 javë më shumë nuk qëndron. A mundesh me zgjedh aty ngjyrën për shembull të jetë më e lehtë, rrezitje më tepër? Po, do të përshtatet pak edhe me tenin e flokët? Po, janë 2 nuanca. Dikush dëshiron të bëhet më çokoladë, dikush jo, kështu që ka mundësi me zgjedh, por nëse e shet që klienti e ka arrit ngjyrën e dëshiruar, atëherë mund të pastroj trupin me njerë mas 8 ore ose 10 ore. Kështu që ngjyra qëndron 10 ditë. Mirë, nuk po flasim do të thotë për këtë fillim më gjatë. Gjatë kohës do të thotë sa do të jetë programi mëngjesit, ju më pas do ta bëni edhe përgatitjen e klientës, do të fillojë edhe procedura, do të bëhet rrezitja në një rëndor natyrisht, sa për ilustrim për të parë pra se çfarë metode është kjo. Kështu që ju urojmë punë të mbar. Mund ta vazhdoni punën me Sunfix, rrezitje me sprej dhe një metodë kogja praktike dhe të kërkuara. Arbresha nga Qendra Estetike Italiane vetë se është këtu me produktet e saj e cila do të nisë përgatitjen. Arbresha? Po, pra para se të fillojmë rrezitjen me sprej, atëherë klienti duhet vendos vetë cilën nuancë dëshiron që ta ketë. Në këtë rast klienti është në moshën e re, edhe dëshiron që të bëhet më çokoladë. Edhe filloj me aplikimin. Në këtë tubin vendosim locionin e Sunfixit. Okej. Mandej vazhdojmë. Kjo është një metodë që po aplikohet kohëve të fundit. Po, është mjaft e kërkuar. Edhe e lehtë ndoshta për të aplikuar. Edhe mjaft e lehtë. Edhe jo që të merr shumë kohë, kështu që ja vlen, besoj, për ato që kanë ndoshta ndonjë rast edhe dojnë me u duk çokoladë për me apliku. Arbresh, kjo është një pjesë, apo? Po, pasi që jemi në kushte jo të punës, atëherë kemi vendos me bo vetëm një rëndor. Po. Edhe vrehet parafërsisht
nuanca, por jo nuanca dëshiruar, pasi që Okej. pas disa ore kjo vazhdon që të arri nuancën e dëshiruar. Okej, ne kemi me pa edhe pjesën finale, ndoshta sa të pushoj pak ky sprej në lëkurë, kështu që ne po vazhdojmë më tej, po vret edhe dallimi, por sidoqë të jetë do të jemi edhe për disa minuta me vajzat, këtu që të bisedojmë rreth mënyrës së aplikimit të këtij spreji sa i përket rrezitjes së lëkurës, dhe po vazhdojmë më tej me Rita, kemi rubrikën. Po, është rubrika Fama, në që edhe sot do ta sjellim pra si çdo të martë tjetër. Sot them se do Dhe që është sprej për rrezitje aplikohet në lëkurë. Pra, arbresha veç se përfundoi një pjesë edhe një rëndor interesant, një dorë e barë, një më e kaftë. Jo rastësisht e lam kështu për me u vrejt dallimi dhe po vrejt dukshëm, që nga një metodë shumë praktike dhe shumë e pastër. Kjo më duket arbreshe merr ngjyrë ende më shumë, apo vetëm duhet me qëndru në kohë, sa orë duhet me qëndru? Po, nëse klienti e shet mjaftueshme, atëherë mundet me njerë mas 8 ore ose 10, por nëse dëshiron që të arri maksimumin e ngjyrës, atëherë është mirë 24 orë pa u shpërla. Mandej mas 24 orëve është pa ndonjë problem, qëndron dhe ditë 2 javë, varet prej pigmentit klientit. Po pastrimi i lëkurës më pas si duhet bë, duke ditur që është verë, ka nevojë për bërë dush më shpesh? Po, nuk është ndonjë problem, vetëm se nuk duhet fokusuar dushin me një vend, po mjafton që në gjithë trupin të rrjedhë ujë normalisht. Po ka edhe mënyra për mbajtje, atëherë janë disa krema, nëse klienti veç dëshiron ta shpërlaj ngjyrën para kohe, atëherë mundet me përdor edhe tan remover. Po ka edhe krema për me zgjat qëndrimin e lëkurës, është kjo tan extender ose body polish. Sa e mbajnë këto më gjatë? Këto varsisht varet një javë, 5 ditë një javë e shty. Po, por nëse ka ndonjë eveniment që ofse dënë me shku me najnë mbromjet maturës dosëm, apo diçka mundet edhe krema ndryshme me përdor, mundet edhe me përdor ndonjë shkëlqys për trop, atëherë veç edhe kemi me përdor këtë rast, me pa qysh bëhet. Po, me apliku me pa. Mi këtë sprejin? Mi sprej bëhet, edhe nuk është që e dëmëtan diçka, vetëm se e shkëlqen, edhe jap një shkëlqim më të madh lëkurës. Pat edhe nuanca tjera arbresha që bohen, bronz, për shembull, ndoshta jo krejt kafe, të sprejt me Sunfix. Arbresha, po më dëgjon? Është koncentrum punë arbresha. Është ngjyra në varet, atëre për moshat më të vjetra përdoret kryesisht me aloe vera, që ka vitaminë më shumë, edhe jep lëkurës më shumë lagështi apo hidratim. Mirë po, për moshat më të reja nuk preferohet. Ato dojnë mund duk tamam çokolata. Tamam çokolata, po. Me pak bronz. Edhe, a më mund shumë të regu arbresh për dallimin apo specifikën e këtij aplikimit të Sunfixit për rrezitje, krahasim me solariumet. Edhe më duket me kohë zgjatje njëjtë mund me qëndrua, vetëm se solariumi i don edhe disa seanca shtesë. Po, faktikisht për 15 minuta në solarium nuk mundesh me arrit këtë ngjyrë. Atëherë duhet me bo për afërsisht 3-4 seanca nga 15 minuta. Për me u arrit kjo ngjyrë. Por me 15 minuta në Sunfix, atëherë arrin ngjyrën e dëshiruar. Çmimi për afërsisht të kushton njëjtë, sikur mi bo 3 seanca, 4 solarium, sikur me bo një. Edhe kjo është më pak e rrezikshme. Edhe është më pak e dëmshme, nuk ka ndonjë rrezik për lëkurën, nuk shkakton alergji. Asnjë rrezik nuk është zbulu nga kjo? Jo. Është madje ka fituar disa çmime, veçse është ka fituar mbi 2000 çmime është për rrezitjen cilën e përdorin në shumicën e vendeve të Evropës edhe të botës, nuk është diçka e dëmshme. Thamë se mund të aplikohet në tër trupin, edhe në fytyrë, do me thënë, pa pikë problemi mundesh me vendosë. Po, fillimisht në qendër bëhet, fillojmë nga pjesa e prapme, është me praktike, shpina komt, mandej fillojmë me pjesën e përpar me trupit, duart dhe në fund lihet fytyra. Bëhet shumë lehtësisht edhe nuk është diçka e dëmshme, mundet... Nuk i pengon syt, diçka? Nuk i pengon syt asgjë, as frymarrjen, edhe sa të përdorim krema ndryshme, sherket,
këto gjona atër ma praktike është Sunfixi. Okej. Nuk e dija patë mundësi me pak, besoj se po si që një mënyrë shumë praktike dhe shumë e lehtë për me apliku, edhe thamë bitë gjitha po duket shumë pastrë, se kemi pasur rastin me pa ato kremat të cilat japin mundësi me u nxile lëkura, po është kogja problematike me u shpërnda ajo dhe vret shumë qartë dallimi nga një pjesë në pjesën tjetër, edhe qysh ke mënyra e larjes së bërjes dush për ta ruajtur këtë ngjyrë që e fiton me Sunfix. Po është mirë me lon ujin me rrjedh normalisht në trup, pa fokusu tushin me një vend. Edhe nuk besoj që shkakton problem, nuk kemi pas ankesa nga klientët, kështu që është shumë e lehtë mirë mbajtja. Vetëm duhet pasur kujdes ato orët e para cilat ki me rujt lëkurën për mos me u djersit, mos me qit parfem ose deodorant, për derisa e merë ngjyrën e dëshiruar. Atër mas 8 ore, 10 ose 24 orë, mundesh liresht me bo tosh, mundesh me qit krem, mundesh me bo parfem, gjithë shka është në rejtë. Kjo ngjyra sa është qitë tash, do të të gjysore nëse mund themi ka. Pas 8 orëve, a do të duket shumë ngjyrë kafe, a do të vreje dallimi më i madh? Po, përafërsisht për 1 ose 2 nuanca, varësisht edhe prej pigmentit, por vjen në pamje ma të theksume. Bukur shumë. Atëherë, Arbëreshen Rasim, nuk edhe në këshill tjetër që kemi nga të regu për Sunfixin edhe këtë metodë rezidjes që përna përqen shumë, ne të falenderojmë. Okej, veç kësha pas një këshill për gjithë klientat ose për gjitha vajzat që të përdorin sa ma shumë krem mbrojtëse kundër diellit, pasi që janë ereze bagit dëmshme edhe mundet me shkaktu hiperpigmentim, edhe faktori mbrojtës është një ndër kyqet për me mbrojt lëkurën. Edhe diçka, me përdor Sunfixin edhe me shku me urezit në deti nuk ka problema. Jo, nuk ka asnjë problem, veç ndihmon. Se si dihet, vjenoj pushim pa pritmas. Jo, veç ndihmon me ma ngjyrën ma mirë. Veç të ndihmon, nuk djeg, ndoshta është për pak të mbrojtës? Po, është mbrojtës, nuk djeg dielli, edhe ndihmon. Për ata që kanë pigment ma pak, i ndihmon me ma ngjyrën ma mirë. Që pas koka mirë edhe për ata që kanë tjene shumë të bardhë dhe digjen djel, që me u përgadit. Para prakisht e po Sunfixin mandej me shkum pushem. Shumë mirë. Okej, Arbëresht, faleminderit shumë. Faleminderit juve. Që ishe me neve, ne ka fundi emisionit në përmbledhjen e temave, do ta kemi mundësi me pa edhe njerë procedurën si u apliku, kështu që po vazhdojmë te me pak muzikë, se sot kemi ndëgju pak. Relaksohemi pak përmes këngës dhe